Gëzuar ditëlindjen e dashur Arber, shpresoj që kjo ditëlindje të gjejë të lumtur dhe me shumë dashuri në zemër. Më duket si dita që ti linde, ka qenë një ditë qershori me shi, me bubullima, me rrëfe, edhe nona thoshte që ky djalë po vjen me bereqet dhe mbarësi. Dhe me thënë drejtën, me njëherë pas i lindë ti, doli dielli dhe ti vërtet ke qenë një rrezë dielli në jetën tonë. Kur erdhe në shtëpi, të kishin vënë kokë një kapuç të vogël edhe ngjaje tamam si kasamisër. Bilestini thoshte, e mban mend si ka qenë ai kasamisri që shihnin ne kur ishim të vegjël, ky është tamam si ai. Dhe mua më vjen habi domethënë që nga një kasamisër i vogël je bërë gjithë ky çun i madh, shtatlar, simpatik, edhe kush e di sa i bukur që do bëhesh, dhe ajo që është më e rëndësishme që ke arritje në shkollë, ke arritje në piano, por mbi të gjitha je një djalë i mirë, i sjellshëm, i dashur, një shembull shumë i mirë për Drinën e vogël. Bravo të qoftë. Dua që ti dhe Drini ta dini që ne ju duam shumë, ju kemi në zemër dhe ju kujtojmë gjatë gjithë kohës. Shpresoj që çdo qëri që do të shuash sonte të t'i plotësoj të gjitha dëshirat që ti ke. Të duam shumë Arbrush.